Në këtë listë, ka tregtarë të energjisë elektrike, shitblerje të bankave, shitblerje të kabloreve. Po e ushtroni praktikisht pozitën, a mboni mbledhje? Mbledhje jo. Kryetarja thotë që nuk ka komision. Rrugat natyrisht i morëm që ne na shkarkon kuvendi. Unë kam në dorë një listë ku të paktën 48 kërkesa të bizneseve janë miratuar heshtur, pa u diskutuar në bordin e autoritetit. E kam siguru një listë në të cilën shkruhen emrat e shumë bizneseve që kanë kalu si në bashkë të babës në këtë proces. Këto, në këtë listë, ka tregtarë të energjisë elektrike, shitblerje të bankave, shitblerje të kabloreve, shitblerje të rrjeteve të marketeve, prej një rrjeti në një rrjet tjetër, pra bizneset të mëdha multimilionshë të cilat janë shitur apo janë vendosur në një pronar pas një diskutim në autoritet. Kom dashur me marrë përgjigje të paktën nga antarët e tjerë. Antarja Nafije Ozdautaj konfirmon që institucioni nuk është funksional. Zona Nafije, ju kom thirrë më u pyet rreth pozitës që keni tek autoriteti i konkurrencës, nuk ju marr shumë kohë. Ndoshta me konfirmu do thotë ju aktualisht jeni antare e komisionit apo jo? Po, aktualisht jemi antare sepse vetëm kuvendi që na ka zgjedhur. Po e ushtroni praktikisht pozitën, a mboni mbledhje? Mbledhje jo, nuk na ka thirrë nga prilli i vitit 2025. Asëm ka thirrë, asëm ka dhëbuar email zyrtare asnjëherë, asëm na ka njoftu çka po ndodh në institucion. Çka kanë thonë që ju kanë njoftu? As që kanë njoftu, as që kanë rregull, po. Përkundra dhe disa gjëra që kanë ndodhur, ne kemi ftuar kryetarën që të ndërmërmosa se i ftoi Erbanët ose disa gjëra që kanë ndodhur përpara, nuk na shpërfil çfarë se ka thonë unë di çka bëjmë. I bjen që do të thotë komisioni s'ka qenë funksional prej prillit 2025, po thoni. Unë personalisht po flas për vete, nga prilli 2025 e kemi marrë një mbledhje. Ajo ka qenë mbledhja fundit, e ka ftuar edhe një mbledhje në maj. Mirë, po nuk është mbajtur për shkak se ajo antarja tjetër që ka qenë e komisionit ma u ka dhënë ndërheqje, mirë po duket që ka qenë poshtë mbjetore, nuk ka qenë e pranishme, dhe s'ka posa të kërëm, kemi qenë vetëm unë dhe kryetarja. Edhe ma nuk është mbajtur ashtu. Ata, autoriteti e konkurrencës në përgjigje zyrtare më kanë thënë që komisioni ka tre antarë, që i bjen që ka quorum. Mirë po nuk ka mbajtur mbledhje. Çka s'e kuptoj çka ka ndodhur. Kryetarja thotë që nuk ka komision. Ka ndalë në për media, ka ndalë zyrtari, ka ndalë dhe kanë thonë që nuk ka komision. Nuk ka komision. Unë kam një përgjigje zyrtare ku autoriteti thotë që do thotë janë lëshu 48 përqendrime vendime për shkak se ligje parashet që nëse komisioni nuk ka vendimarrje, ato shkojnë një të heshtur, pra miratohen. A është kjo e lehtëshme që ka ndodhur? Përse ata e kanë bojë funksional komisionin dhe pse nuk shkojnë përmes komisionit, por veprojnë që ata të shkojnë heshje. Unë duket që qëllim është ky. A kuptoni? Në çfarë qëllimi kanë ata nuk di, po ky është i bëhet një dëm i madh edhe institucionet, edhe ekonomisë Kosovës, edhe sigurisë Kosovës, se nuk e din kush ka kanë orë firmat, ato do të studiojnë një nga komisioni. Të shqyrtohen të mire vendimit për ata dhe i kristojnë, jemi organ kolegjial i cili vendosin. E qartë, ju aktualisht a delni në herë vend punës, a merrni rrugë, a vazhdoni me marrë rrugë? Për çdo ditë dalim vend punës. Kam shkruaj vazhdimisht, lutem të mbledhjen se ka quorum, na dyejmë zyre, as ndonjëherë fare s'na kthen, kohë të fundit fare nuk kthen. Pra edhe rrugat i merrni natyrisht. Rrugat natyrisht i morëm se ne na shkarkon kuvendi edhe asnjë vetëm gabim as shkelje nuk e kam. Kemi një kërkesë fundit edhe një vendim nga KPMSH-ja për drejtorin e përgjithshëm që të fezullohet, rapikon shkojme para 3 ditësh.
Shikues të nderuar, antarja e Komisionit në Autoritetin e Konkurrencës na konfirmon disa informacione të rëndësishme. Bordi e autoritetit nuk është funksional që nga muaji prilli vitit 2025. Kryetarja nuk i thret 2 antarët e tjerë në mbledhje, ndërsa 2 antarët e tjerë kanë dhënë ndërheqje. Arsyet që ata i përmendin janë ambienti toksik midis antarëve. Të jemi të qartë, shikues të nderuar, në këtë autoritet munden me u marrë vendime që ju kushtojnë miliona euro kompanive, por ja që vendimarrja është bllokuar.